unë du me të folë për mësim, me thonë, hajde po investojmë në arsim, hajde i marim. Hajde investojmë në arsim me prioritet. Apo arrini me folë për në këtë fushatën që keni nisë, hajde folim. Është fushata më drejt për drejt me njerëzit tonë. Nuk ka cenzurë. Mundet gjithkush me ardhë, bën pyetje dhe besoni pyetjet janë bukur sfiduese, nuk janë të lehta. Por unë du të flas për ata fëmijë, domethënë, sot erdhi vajza, unë i nderuar kryetari i LDK-s, vajzë e shkëlqyeshme, artikuluese fort. Tha unë përjetoj dhunë psikologjike dhe kërcënim fizik në shkollë thashë shkoj. Fëmijë me matritur, me mjetet ftofta. Tani ne kemi zgjidhën shumë konkrete, kemi policimin bashki, 2 policë për lagje, cilët i njohin rrethanat, i njohin rrjedhat. Pra nuk e kam idenë unë e krijimin një farforce në letër që me cilën bën kang. Jam shumë interesuar me dërgu policë atje te shkolla, te lagjet, me kriju siguri, ka djem të mirë vajza të reja ky vend i Kosovës mjaft, cilët i jep me detyrë duhet me pastru krimin, sidomos shkolla. Një anë tjetër që tha kem nevojë për fëmijët tonë të bëjnë detyra shkolla, po vinë shpejt me detyra sepse rrin 4 orë në shkollë. Që duhet bëhet mësimi tërditor. Mësimi tërditor. Flitet vazhdimisht. Po këtu tani do të LDK ka bën në kryeqytet, pra është bën në kryeqytet. Prandaj do ta bëjmë, apo kuptoni kur flasim për zhvillim, për arsim, ne do të themi këtu janë politikat tona. Mësimi tërditor ka më qenë, siguria në shkolla ka më qenë prioritet. Dhe këtu ka menduar për 4 vite të ardhshme. Ne do ta bëjmë mësimin tërditor në secilin komund të Kosovës. Këtë Kosovë. Jo në tërësinë e saj, po secila komund do të ketë mësim tërditor. Pra që nis në kryeqytet do të përfundoj, sepse ka nisë më herët. Le të themi që për 10 vite të ardhshme ne do ta mbulojmë Kosovën me mësim tërditor, që do të thotë shujtat ngrota 8 orë, mi po detyra në shkollë, me qenë me dije më të afërt me njerëzit tonë. Nëse bëjmë policimin bashki, ne po atakojmë krimin. Pra ta kërkesa, dhunë fizike që njerëzit po përrentojnë gjithandaj Kosovës, këtë do ta atakojmë. Ose nëse shkojmë me mësuese, takohemi me mësuese të shkollave fillore. Ata flasin për klasë të stërngarkuara, Leo. Flasin për klasë të stërngarkuara. Si mundet të qerdhe publike me pas 30 fëmijë në klasë. Ku ka aty kujdes, ku ka rritje, ku ka potencial. Pra mundesh me mashtru për bes popullin, printet tyre janë hall, po populli mundesh me mashtru, por të ardhmen e këtij populli e merr në qaf. Apo qysh me zgjedh kodin pra, për shkak se ajo që sot duket, faktu duk në fushatat e kalume, zoti Kurti, pra rrëfimi i madh është tek zoti Kurti, për shkak se ai është njeriu që po përballet me Serbi. Ai është njeriu i pan që nuk negocion me Serbi, pra njeriu që është politikani më i fuqishëm përballë Serbisë dhe këta tjerë që duan pushtetin, që në fushat ju thotë që jeni në blok, e pas fushatës ju thotë s'po di me kanë me fol në PDK, LDK se shumë kryetar atje e mu ka përzi krejt. Pra, qysh me e kthy fushatën të këtë tema. Jo, për shkak se po duket sinqerisht e pamundur. Pra, kom përshtypjen me 9 shkurt, ja keni dalë me fol për tema konkrete, ka qenë disi fushat e programeve, kurse tash po duket, si me thonë, ma shumë fushat e TikTok-u, si me thonë. Kryesisht me nxjerr video interesante për TikTok e jo me bo premtime ose me ofru zgjidhje. Unë jam në vazhdimsi në komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët e Kosovës. Prej mëngjesit deri në mbrëmje, bashkë me Vjosën jemi në çdo lagje, edhe në fshatra shkojmë, besoni. Edhe në fshatra shkojmë për shpalos llojet tona. Unë nuk shkoj në Dragash për të folur për kriza globale. A diçka ju flas Dragash? Ju flas për malet që i kanë që s'munden mi përdor, sepse ka park nacional dhe ka ligj që lejon investime. Ju flas për ujin e pishëm, që s'kan ujë të pishëm. Kryetari i komunës e ka nisur ujin e pishëm në 17 fshatra i ka kry. Projekti ka kushtruar 4 milionë euro, 1 milion ja ka marrë qeveria, s'ja ka dhënë. U dosh me kursy parë për Dragashit për me bëj ujin e pishëm. Përbes që kjo tema e ujit pishëm. Unë nuk flas fshatra për është gjëna që po ngarkohen komunat, si çdo qeveria qendrore kanalizimin edhe ujin e pishëm me kry. Besoni që uji i pishëm është për probleme më bazike në Kosovë. Edhe po, a besoni? Pra unë kur shkoj në fshatrat Kosovës, kur flas me qytetarët tonë, unë nuk flas për tema romantike. As nuk tregoj pralla. As nuk propagandoj për kundërshtar. Unë them, kjo është plani im për këtë komunitet juaj këtu. Unë kur takohem me mësues, unë flas për çështjet e arsimit, kur takohem me mjek, unë flas për çështjet e shëndetësisë. Kur takohem me zjarfekset, siç e takova në zjarfeks në Raves, i cili më tha, gjendjen e kemi të keqe, kemi trond, s'kemi agjencion të mirëfill që na është decentralizuar tërësisht sistemi, nuk e dim me kë mbahemi. Unë duhet të flas për ta. Mirë, pas ka pas
Albini, që përdo me bo president më morë me zjarë fiksa, se pas kanë probleme dhe ata. Mi ja bo një president ekstra, për mi asit që të qështje. Përbez, shëqoni, du të flasim për njerës tonë, Leo, vërtet kanë probleme të maja, kanë probleme bazike. E tani, kur po thohë, si ta thejmë këtë logikë për drejt, po thuni jo. Por ajo që bëjmë, që është komunikim drejt për drejt me njerës të Kosovës, është pikërisht kjo, të flasim për gjëra konkrete. Nuk du të flasë, kur flasë për paka, du të flasë për rritjen e pakave, kur flasë për rritjen e çmimeve, që është problemi bazik, numër 1 në Kosovës të rritja e çmimeve. Pyeti qytetarët e Kosovës, këta ankohen për rritjen e çmimeve, se janë të larta. Sepse kur i thenim ne, që uli akcizën naftë, të kontrolloj çmimet, atë kjo mund po votojnë që ashtu, me pas. Jo, logjika tyre kanë qenë dy pjesë. Pra fillimisht e kanë thonë që ju e keni dërguar çështën gjykatë kushtetuese dhe prandaj s'po mundem me kontrollu çmimet. E para edhe e dyta pastaj që s'mundem me ndërhyj me qenë se buxheti po mushet me pra inflacionin disi po na konvenon me qenë se po marrim më shumë parë në buxhet. Apo më pyetuni juve kush rreth cili çmim rreth më shumë, do rreth çmimi naftës. Kryesori. Pra, pastaj ka edhe një naftë nuk e 34 produkte tjera. Naftën, çmimin e naftës se ka caktuar qeveria e Kosovës. Por ata thonin kjo s'është praktike e mirë. Javë më parë, para një jave, presidenti Trump tha e heqim ngarkesat fiskale në naftë derisa të hapet kryka. Edhe Meloni në Itali ka bën fillim të krizës. A po kuptoni që janë çështje bazike. Këto çështje i kanë thonë këta sa kanë qenë opozitë bre. Është inati, shoqëri, kjo është logjika e mbledhjes parës prej gjithëve. E më pas lëmoshës tek gjithë. E tani këtu ka nisur një propagandë për dëgjoj gjithandej Kosovës, s'kam se si mos ta them para publikisht. Për dëgjoj gjithandej, si duket vendosja po thotë tyne këta kur të vinë do të nalin shtesat. Ndër tjera, po. Të zotohemi publikisht, asnjë shtesë që mirë tani nuk do ndalet, përkundrazi do të rritet. Edhe një herë, asnjë shtesë nuk do ndalet, përkundrazi do të rritet. Jo vetëm që nuk do ndalet, do të rritet, do të rregullohet me ligj. Në mënyrë që qytetarët mos më na këshyrin neve sytë të durt ka sapi japim, po me pas garantuar. Ty ke me pas garantume. Përveç kësaj, ne nuk po flasim vetëm për mbajtje shtetit me shtesë, po flasim për investime madhore, që si ka po Republika e Kosovës tash 27 vjet. Investime madhore të lirisë Kosovës, që e transformojnë këtë vend. Cilat janë disa prej tyre? Pra përmendet centralin me gaz, cilat janë ato që ju beson që mund të transformojnë Kosovën. E para përfundimi i gjitha rrugëve infrastrukturore në gjithë Republikën e Kosovës. Ska rrugë, autostradë, magjistrale që se bën Kosovën se si në qytet 40 minuta larg kryeqytetit Kosovës, Prishtinës. Gjitha, rruga për Podjevë, rruga për Pej, autostrada Dugaxhinit, Dolzhakov, rruga pamshme që ka mbet tash 10 vite, autostrada Gjilanit, lidhja me Numërov deri te Dheu i Bardh, këto rrugë do të përfundojnë në një mandat 4 vjeçar që Kosova ta ketë përfunduar çështjen e komunikimit të brendshëm. Arterieve